Po kjo me tuta ke ndërhyrën Po. Jo si kam ndërhyrë akoma, kam thënë që do ndërhyj. Më duket shumë me programu. Pa jo që kur erdhi ishte programume, në sensin që e di kishte të qartë se ku do shkonte. Do ngrente lojën kjo, s'ka full tre. Do ngrente lojën. Po pra. Si ishte dobët loja. E ngriti pra, po ngriti lojën time dhe të mirit. Jo më ka ngrit maksimum, s'ka më ngriti s'ka. Ne ngriti po, e ngriti shumë. Edhe energjinë dhe lojën. Ullë shpet. Se di, ka program në dhe? Inshallah jetë zmarë. Ka fillu programimi nga... Po. E di ty? Pa tje. I futa në kuzhinë? Da jo ma tha. E di çfarë më ka thënë? Arsye pse të kam nominuar është ai. Uaj. Sepse ajo kishte diçka, një bif me Loren. Që kur hyri, ajo ngacmoi Loren. Ajo. Po, dhe tha, nuk e di se kush i komplimentoi. Duket Angelo, Amali, diçka e tillë, një nga fansat e Lores. Dhe ajo tha, unë nuk qaj. Unë nuk kem nga ato gocat që qaj. Se një ditë më përpara, nëse më mund të dhoma këtu, Lore qau. Kupton? Po. Për mami, nuk e di se ç'ishte. Emocionet e saj, çon si ka. Dhe kjo ngeli sepse ishte shumë e përqendruar goditja. Ishte drejt për së drejti me ty. Po. Por mos harro, ne kemi dy emra shumë të ngjashëm. Dhe ajo më thot, Lorna. Lorna. Nuk kisha gjë me ty, pavarësisht se unë nuk e besoj në këtë. Jo, nuk e kisha me ty, kisha me Loren. Po kur shkuam tek për të ndruar takën, erdhi Miri dhe Miri thot, nuk e ka thënë Lore, për ty e ka thënë Lorna. Gjë që unë e kam bërë këtë pyetje Miri dhe Miri thot jo. Pikërisht. Dhe thot, unë kur të nominova ty, gjë që mund qëndroj, unë e pyeta Miri thot pse ti e beson këtë gjë, i thash jo detyrimisht, duhet të dëgjoj personin tënd. Dhe krisja në thonjza mes nesh ka filluar përpara.